në muaj, 1 orë e gjysmë, 4 fëmijë. Dhe ky është vendim publik, që është i nënshkruar nga zyrtari Blerim Kuliqi, gjithashtu edhe drejtori Halim Gecaj. Ku e kanë vendos, apo ku e kanë bazën që e kanë marrë këtë vendim, kam 4 ditë që e pres i nderuar, pata një telefonat nga Xhaxhai i zotit Rexhepi, pra Jakub Rexhepi është ish bashkëtuesi, nga zoti Sefedin Rexhepi, i cili ndodhet në Gjermani, u shpreh i gatshëm ditën e hënë. Zonja Eni, unë do vi atje, sepse gjërat nuk janë të vërteta, dhe unë do përballem me ta, dhe i thash, mirë se të vish. Kur të vish, më thuaj se do dalim të presim, të marrim edhe të cilëdim televizionin Klan, pa u shqetësuar fare. A e di se çfarë ndodhit nesmen? Jam tha me smundjet keqe, tha, dhe do operohem, tha, dhe prandaj tha nuk vi dot. Atëhere, këtu duhet vënë gishtin mbi plag, i nderuar, sepse nuk mundet që ne njerëzit t'i lëmë në këtë formë, t'i nxjerrim në rrugë të madhe, t'ju themi nuk ka asgjë në atë banesë, dhe mbi të gjitha t'i heqim dhe fëmijët. T'i heqesh fëmijët një nëne, do thot t'i shkullësh zemrën nga trupi. Pra, është e jashtëzakonshme. Ajo zonjë, se ka filluar, se ka mbaruar emisioni, vetëm ka lotuar. Unë nuk mund të lejoj më që burrat shqiptar të bëjnë të qajnë gratë shqiptare. Duhet të marri fund kjo histori dhe këto gra duhet të jenë të dinjitetshme, të ndjejnë që janë gratë të dinjitetshme, fisnike, punëtore, ashtu siç janë, ca punojnë në shtëpi, më shumë sa ato që punojnë jashtë, se të punosh në shtëpi është një punë shumë më e rëndë se sa të punosh jashtë, dhe unë nuk do të harroj një frazë të kësaj vajze. Zonja Eni tha, vinin nga 20 veta tha në shtëpi, se kështu jetonin një çik në mënyrë kolektive, nuk e di se si, me xhaxhallar, me familje e madhe, dhe më vinin tha të bëja bukën. E hanin bukën tha të tërë, dhe në fund tha më vinin të tërë tha përballë dhe thoshin ti s'di të bësh bukë, ti e tilla, ti e atilla, dhe unë ngelja tha, ato kishin ngrënë, tha, ishin dhe ngopur, dhe pastaj tha më thonin tha që nuk di të bëj bukë. Pra, e kuptoni se sa fyse, se sa poshtruese është për një grua, e cila për më tepër nuk është vendase, është shqiptare, por ajo vjen nga Morina e Kuksit, gjen një ambient komplet më të ndryshëm se sa ai që ka lënë, sepse ti mund ta kesh dhe afër qytetit tënd burin që merr dhe prap hyn në 2 mentalitete të ndryshme. Jo në Mikushnic, që unë mezi kam mësuar dhe emrin, se emri është pak i vështirë, dhe jam munduar disa herë që ta them të qartë përpara jush, pa flasim për Mikushnicën. Dhe jo më larg se 2 ditë më parë kam takuar një personazh të nderuar që vjen nga Mitrovica dhe është ndarë nga grupimi që ishte unë nuk e pash, është ndarë dhe ka ardhur apostafat për më takuar, më ka shtrënguar dorët dhe më ka thënë, Eni, bravo të qoftë, që ke nxjerr atë mentalitet të tmerrshëm që ekziston sot në Kosovë. Jo vetëm me gratë nga Shqipëria, por dhe me gratë në Kosovë. Prandaj, i nderuar, e kam